666. You are a parasite. Thank you and good day. Shpresoj që të hapi, se është numër shqiptar ora 3 natës. Alo? Harrova ta merja me privat, qa budallaj që jam marrë telefon. Aktualisht është ora 3 natës dhe sot kam vendosur të telefonoj numrat që nuk duhet të telefononi kur. Kam gjetur këtë website-in që ka 20 numrat më të frikshëm për të telefonuar, duke filluar me të parin 666. Nëse nuk e dini historinë e 666-ës, është i njohur si numri i bishës ose numri i shejtanit. Ky numër besohet se lidhet tërësisht me forcat e liga personale. Çfarë na mbetet ne të bëjmë është të marrim numrin 666. 666. Abonenti që keni telefonuar është i zënë në një telefonat tjetër. Me sa duket djalli që nga i zënë me një telefonat tjetër dhe shyshyr, kalim te numri tjetër. Numri 2 që ndodhet në website është 999999, numri mallkuar. Pra, historia saj e se në Tajland ky numër është i famshëm për përmbushjen e një dëshire, por me një kosto shkatruese, nëse personi vdes. Reputacioni i tij i frikshëm vazhdon të ekzistojë. Në këtë video jemi për të testuar numrat, kështu që le të shkojmë dhe ta telefonojmë. 89. Okej. Numri Vodafone që thirrët mund të ketë fikur. The number you dialed is not in service. Okej. Me sa duket ky numër nuk ekziston, kështu që kalojmë te numri 3. Ky është një numër tjetër, nuk është e njëjta faqe, është një clone, një killer clone, nëse mbani mend 2016-ën, por me këtë numër do të përpiqemi ta marrim me privat. 407 734 0254. E bërëm numrin privat. Mos ta merr mbrapsht prap. Numri 1 që po kërkoni. Do të bëj njëshin para plus 1. You've reached Wrinkles the Clown. I'm not here to take your call. Leave me a message, I'll call you back. Hello there. Scare me. Ky është një numër tjetër horror. 618 625 8313. Hi, you have reached the residence of Murray Bauman. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed. If this is Joyce, thank you for calling up and trying to reach. I have an update. It's about, well, it's probably best if we speak in person. It's not good or bad, but it's something. If this is anyone but my mother or Joyce, well, you think you're real clever getting my number, don't you? Well, here's some breaking news for you. You're not clever. You're not special. You are simply one of the many, many, many nimwits to call here. You are a parasite. Thank you and good day. Sorry, this mailbox is full and cannot accept any more recordings. Alo? Okej, kjo është shumë e frikshme. Ka njeri aty? Is anyone there? Hello? Oh, jo. Duhet i bëj blok këtij numri se nuk ka shanse. Po e dëgjuat në video ishte dikush po merrte frym aty. Domethënë, nuk e di, duke si kishte një telefon tjetër dhe nuk e marr vesh. A mendoni që do jetë numri më parshëm që ndoshta është duke më marrë në telefon? Blok, kalim te numri tjetër. Kam dhe një numër shqiptar që thonë që mund të jetë i lidhur me 666-ën. Numri është këtu, po nuk e di nëse mund t'ja tregoj si numër apo jo. Kjo do ndodhi mbaz videos, kështu që nëse e shihni numrin, atëherë gjërat kanë shkuar mirë, nëse nuk e shihni numrin, gjërat nuk kanë shkuar aq mirë, kështu që po telefonojmë
Tani nuk dua ta tregoj si numër. Do të jetë bluri nëse nuk është kështu, që provojmë ta marr. Okej. Shpresojmë që ta hapi, se është numër shqiptar ora 3 natës. Alo. Alo. Alo? Pushier. Alo. Alo? Dëgjoni? Të qoj për pushier. Që merë 3 natës. Si e keni emrin ju? Pushier. Apo të të fitë shpia, që të kjetë. Si the? Do të viti shpia, që të kjeton. Po gati. Kjeton të rrugë. Gati për them, jam makliot. Mbyll. Blok. Nuk e di se kush ishte ai, nuk e kam iden se kush ishte. Po gjeti lagjen time, gjeti qytetin ku jam tani momentalisht. Më tha dhe pallatin që ku ndodhet afër. Është duke marrë telefon. Okej, po e hap vetëm një herë dhe pastaj do t'i bëj blok direkt. Harrova ta merja me privat, qa budallaj që jam. Alo? Ambylli. Nuk direkt blok, nuk ka shanse që nuk ka mundësi, si ka vetëm po t'jetë në një hacker që ka lënë numrin e tij tek ajo faqja, sepse është një faqe online që mund që unë po kërkoja për numra, që nuk duhet i telefonosh dhe ishte ky numri shqiptar. Besoj se duhet të jetë në një hacker, si po them, besoj duhet të jetë në një hacker sepse po kontrolloja për faqe që kishte numra horror dhe ndoshta ai ka parë se sa veta telefonojnë numrat horror dhe sa veta i testojnë edhe thjesht ka lënë numrin e tij aty dhe besoj ndaj ka arritur të marri numrin, adresën time ku unë jetoj dhe vendodhin time fikse, nuk e di. Kështu që po e mbyll si video, mos i proponi këto, mos i telefoni asnjëherë këto numrat në shtëpi, as nëse jeni jashtë, asnjëherë mos i telefononi këto numra. Bëni subscribe, bëni like dhe shpresojmë që ai mos vite tek shtëpia ime. Mirupafshim.